Të nderuar shikues, tashmë jemi në një sezon shumë të veçantë. Kemi hyrë në muajin Dhul-Hijja, një muaj prej muajve të shenjtë, një muaj i veçantë për muslimanët, një muaj në të cilin kryhet një ritual shumë i rëndësishëm i muslimanëve, e që është haxhi. Allahu i lartësuar ka veçuar disa gjëra prej krijesave të tij. Ka veçuar disa vende, sikurse vendet e shenjta, ka veçuar disa njerëz, sikurse të dërguarit e Allahut. Dhe po ashtu ka veçuar edhe disa kohë në të cilat shpërblimet e Zotit janë më të veçanta edhe janë më të mëdha. E prej këtyre kohëve, sikur që e dim, është muaji Ramazanit, që është muaj shumë i veçantë, po ashtu edhe këto 10 ditë të muajit Dhul-Hijja, pra 10 ditët e para për të cilat Zoti i Madhnuar kërkon prej besimtarëve që ata të përkushtohen në vepra të mira. Dhe po ashtu është transmetuar nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam në një transmetim që thuhet se ka thënë: "Ala inna lillahi fi ayami dahrikum nafahat fata'arradu li nafahatillah." Zoti i Madhnuar në disa prej ditëve që i ka krijuar lëshon një freski, një puhi prej mirësisë së tij, andaj ju ekspozojuni dhe paraqitjuni kësaj mirësie të Zotit të Madhnuar. Andaj janë këto ditë të veçanta të cilat nuk duhet të neglizhohen. Janë ditë për të cilat sigurisht flitet shumë në këtë kohë për të inkurajuar besimtarët që të bëjnë vepra të mira dhe të përkushtohen në adhurimin ndaj Zotit fuqiplot, dhe ata të cilët i neglizhojnë këto ditë me të vërtetë do të humbin një humbje të madhe, sepse vlera e këtyre ditëve është shumë e madhe. Për vlerën e këtyre ditëve vetë Allahu i lartësuar është betuar në Kur'an: "Wal fajr wa layalin 'ashr", pasha mëngjesin, pasha agimin dhe 10 netët. E Zoti i Madhnuar nuk betohet përveç në diçka që është shumë e veçantë, që ka shumë vlerë, sepse Allahu te bareka ve taala, krijuesi i gjithësisë, atij i takon e gjithë madhështia, e ai kur betohet në diçka tregon se ajo ka vlerë të madhe. Dhe këto 10 netët të cilat i ka përmendur Allahu në Kur'an, që nënkupton edhe 10 ditët e Dhul-Hijjes sipas interpretimit dhe shpjegimeve të dietarëve. E po ashtu i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam i ka theksuar në një mënyrë shumë më të veçantë, në një mënyrë shumë konkrete, duke treguar për vlerën dhe rëndësinë dhe peshën që kanë këto ditë dhe për kushtimin e besimtarëve që duhet ta kenë në këtë ditë. Duke thënë: "Ma min ayamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam al-'ashr." Nuk ka vepër më të mirë e më të dashur të Allahu i madhruar se sa vepra e mirë në këto 10 ditët. Dhe duke dëgjuar këtë fjalë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam muhabiten, duke ditë se i dërguari i Allahut ka vlerësuar shumë vepra tjera madhështore, sikurse që është lufta në rrugën e Allahut. Edhe thanë: "Ja Rasulullah, as lufta në rrugën e Allahut përveç nëse një njeri del me veten e tij dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet me asgjë." Që tregon se me të vërtetë krejt veprat e mira, qofshin ato të vogla, qofshin ato të mëdha, kanë shpërblim të madh përgjatë këtyre 10 ditëve. Saqë për vlerën e tyre, edhe dietarët kanë diskutuar se a janë më të vlefshme këto ditë, të cilat i vlerësoi pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo 10 netët e fundit Ramazanit. Pra 10 netët e fundit Ramazanit, a 10 ditët e para të Dhul-Hijjes, dhe kanë ardhur me një kompromis që sa i përket natës, ato janë 10 net më të vlefshme, dhe sa i përket ditëve, këto janë 10 ditë më të vlefshme. Mirë, po nëse analizojmë 10 netët e Ramazanit janë të vlefshme për shkak të një nate, të cilës duhet kërkua. Ndërsa 10 ditët e Dhul-Hijjes, secila në veçanti është theksuar me vlerën dhe dashurinë e Allahut për veprat e mira të cilat bëhen në këto ditë, që nuk do të neglizhuar asnjëra nga këto ditë. E këto vepra, të nderuar shikues, për të pranuar te Zoti dhe për të pas vlerë, duhet gjithsesi ta kenë një kusht, një bazë shumë të rëndësishme. Ajo është sinqeriteti, ajo është niyeti i pastër, sepse Zoti i Madhnuar nuk i pranon veprat në të cilat nuk janë të sinqerta për të fituar shpërblimin e tij. Niyeti, sinqeriteti është prej gjanave bazike në pranimin e veprës, siç thot Allah azza wa jall: "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina 'ala-d-din." Nuk janë urdhëruar përveç se ta adhurojnë Allahun, mukhlisina lahu-d-din, ta adhurojnë Allahun me sinqeritet të plot në fenë e tij. Sepse pas sinqeritet vepra është asgjësuar, pas sinqeritet vepra nuk është e pranuar. Por përveç që vepra pranohet me sinqeritet, përveç që niyeti e bën veprën të pranuar, ajo e ka dhe një rol të rëndësishëm që
e shton shpërblimin për ta. Prandaj kanë thënë disa prej gjeneratave të hershme, kem min amelin saghirin tu'adhimuhu niyya, sa vepra të vogla ato i shumëfishon niyeti, sepse niyeti veprën e bën më cilësore. Sinqeriteti në vepër, përkushtimi në vepër e bën veprën më madhështore, edhe nëse ajo është e vogël, edhe nëse ajo është leximi i Kuranit, edhe nëse ajo është dhikr, përmendja e Allahut, që është për vepra më të veçanta dhe më të theksuara për shpërblim brenda këtyre 10 ditëve, apo qoftë e një vizitë, apo një lëmosh, apo një përkujdes ndaj jetimin. Nëse njeriu në kryerjen e kësaj vepre, të cilën mundet me e bë rëndom ditëve tjera, brenda këtyre 10 ditëve, mundohet me pastru jetën në mënyrë më të mirë, atëherë shpërblimi është shumë i shumëfisht tek Allah Azza wa Jall, sepse vepra kur është cilësore, edhe shpërblimi te Allahu është shumë i madh. Duke ditur se Allahu te bareka wa taala shpërblimet për vepra i ka të shumëfishta. Dhe Allahu i madhruar në raport me krijesat e tij dhe në raport me veprat e tij nuk vepron në mënyrë kalkulative 1-1. Përkundrazi, për çdo vepër të cilën robi e bën, Allahu Azza wa Jall e shpërblen 10 fish, më së paku, dhe kjo sa për ta inkurajuar robin, sepse shpërblimet e Zotit nuk kalkulohen me numra. Bujaria e Allahut është shumë e madhe sa që ti kalkuloj shpërblimet e robit të tij me numra të caktuar. Përkundrazi, Allah Azza wa Jall ka përmendur në Kur'an, "Men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha." Ai i cili vjen me një vepër të mirë, Allahu e shpërblen shumë fish. Ka ardhur një hadith kutsi me të njëjtin tekst, "Wa azid." Allahu thot ai që bën një vepër të mirë, ja shpërblen Zoti 10 fish dhe shtoj për shpërblimin e tij. E sidomos kur vepra është me sinqeritet të pastër, me nijet të pastër dhe me përkushtim dhe devotshmëri, atëherë Allahu te bareka ve teala veprën e cila bëhet një herë e shpërblen shumë fish. Dhe nga mirësia e Zotit është që po ashtu veprën e keqe, Zoti mallnum nuk e shpërblen dhe nuk e ndëshkon 10 fish. Përkundrazi, ai që bën një vepër të keqe, ndëshkimi për të është barabart me veprën që ka bërë. Dhe ka ardhur po ashtu në hadith kutsi, "Bel aghfir wa aghfir." Dhe Zoti mallnum, përveç që mund të ndëshkoj, përkundrazi mundet me e falë robin. Pra gjithherë jemi në raport të mirë me Allahun e mallnum, edhe kur bëjmë gabime, Zoti mallnum nuk na dënon më shumë se sa meritojmë, bile shpesh herë na fal. Ndërkaq, te shpërblimet Allahu i lartësuar i shpërblen robërit e tij me shumë fish, në veçanti në këto ditë kur zbret falja e Zotit, zbret mëshira e Zotit, kur Allahu i ka veçuar këtë ditë, tregon se veçimi nuk është veç për të shpërblyer pak, por për të dhënë, nëse mundemi me thënë, një bonus shumë të madh dhe mirë për ata të cilët ju kalojnë këto 10 ditë pa përfituar nga shpërblimet e këtyre ditëve, që secilin prej ditëve ka shpërblime të mëdha, në veçanti në ditët e fundit, sikurse dita e Arafatit dhe dita e Kurbanit, për cilat sigurisht flitet dhe shpjegohet vlera e tyne, por po flasim në përgjithësi, është mirë që besimtarët brenda këtyre 10 ditëve të bëjnë një program, të ndajnë një kohë të veçantë dhe të krijojnë një atmosferë. Ne në Ramazan e bëjmë një atmosferë të mirë, e kemi iftarin, e kemi taravit, e kemi aktivitetet, ndërsa në këto 10 ditët, duke qenë se nuk janë shumë të njohura për popullin, munden me kalu në mënyrë jo të ngrohtë, jo me atmosferë, e ne si besimtarë, sidomos në familjet tona, duhet të inkurajojmë që të ketë harmoni, të ketë gjallëri, të ketë kujdes që këto 10 ditë të jenë të veçanta, të jenë të shënuara, tamam qysh Allahu është betuar në to dhe i ka veçuar, edhe ne si besimtarë t'i veçojmë, përkushtohemi me sinqeritet, me vepra të mira të shumta të ndryshme, të cilat sigurisht përmenden edhe në emisione tjera, dhe me shpresë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimet e tij. Deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, selam aleikum wa rahmatullah.